إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل فنندرم prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavatet dhe selamet i adërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun azza wa jall për mirësitë dhe begatitë e tija të mëdha, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit, që na bëjnë dobi në çastin dhe momentin ku s'ka dobi nga madhi as nga evlade. Të nderuar, pas nesh dhe para nesh presim dhe përcjellëm ditë të mira të begatshme me shi. Dhe në saj të kësaj begatie të madhe, Allahu te bareke ve teala na mëson në shumë vende në Kur'an se si duhet besimtari të jetë mirënjohës ndaj Allahut për bereqetin, sidomos për shiun. Sidomos ato vende ku e kanë këtë bereqet, këtë nimet, e që shpesher nuk ja din vlerën, e nuk din me thonën elhamdulillah o Zot, e me ulut Allah dhe me thonë Allahumme sayyiban nafi'an, o Zot bëje këtë shi të dobishëm e të bereqetshëm. E që zguzon me qenë etika e besimtarit, që ditës me shi mi thonë ditë e keqe, e që me thonë ditën me shi e urej, koha me shi o shko e keqe, e të manifeston urejtjen dhe kësoj begatie dhe nimeti, që është sebeb dhe shkak për shumë të mira që Allahu na i ka dhonë në përduar tona, e që na nuk jemi të vetëdijshëm. Allahun, elhamdulillah, në vetën vendet tona, është na e dërgu shiu në bereqet e jo gazet, se shiu është edhe ushtri nga ushtrit e Allahut azza wa jall, por është edhe begati nga begatit e Allahut te bareke ve taala. Andaj kur është begati, të mos harrojmë, të falënderojmë Allahun azza wa jall dhe asesi të mos manifestojmë hidhërim apo edukat jo të mirë që si ka hije një besimtari e një njeriu ndaj kësaj begatie dhe nimeti që Allahu na e ka dhënë. Në shumë vende të botës, gjëja më e shtrenjtë tek ata është uji, është shiu. Në shumë vende të botës, për çdo ditë luten dhe falin njerëzit namaz të veçantë enkas që Allahu ato vende t'i freskon me shi. Ne e kemi dhe na vjen edhe hiç pa bo dua Allahut që Allahu me na e dhon këtë mirësi, ai me fisnikrinë e tij dhe me gjymërtllukun e tij, neve dhe vendin tonë e ka begatu me këtë nemet. Andaj të dashur vëllezër e pashë të rrugës, që të e bëjmë një përkujtim për njëri tjetrin, sparer edhe për vete, që Allahun të e falenderojmë për këtë begati dhe për këtë nemet. Dhe sot e pashë të rrugës të ndalemi në disa ajete kuranore që janë në surën Abes, në surën e atij që e prishi qerën, që Allahu azza wa jall në këtë sure përmend në disa vende, disa ajete kuranore për shiun dhe bereqetin dhe të mirat që na e sjell Allahu me shiun. Thot Allahu azza wa jall: "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Hajde le të ndalet të njeriu dhe le të shikon ushqimin e tij. Le të ndalet dhe le ta shikon ushqimin e tij. Le të mediton rreth ushqimit të tij. A ki menduar rreth bukës ndonjëherë? A ki menduar rreth bereqetit, pemëve dhe perimeve që i konsumon? A ki menduar ti që shet pemë dhe perime e që me qatë shitje në pazar dhe në treg ti ushqen familjen vetveten dhe del në selamet në fund të muajit? A ki medituar ti i cili
Këto të mira dhe këto begati me të cilat ju ushqehesh, pika janë dhe si janë. Thotë Allahu azza wa jall, "Anna sababna al-ma'a sabba." Thotë këto erdhën me shiun që na e dërguam tek ju me mas. Sabba e çum shiun për juve me qenë bereqet. Thotë Allahu, "Anna sababna al-ma'a sabba." Na e dërguam ujin, nuk thot shiun, ujin va dërguam. Në këtë rast që është sinonimi shiut, e që për juve u bo bereqet. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. E kur erdhi shiu, na e urdhnum tokën që të qahet e të bimet dhe drithrat e ndryshme. Shiu e zbuti dheun dhe tokën e jaloj bereqetit që me bi. Se po të mos kishte shi e bereqet, ajo farë që është nër tokë, nuk do të mundeshte që të bije e që të e shohësh ti si bereqet e si gjelberim. Jo prej Allahut është kjo. Këtë bukë, këto fara, këto këto bereqetet të cilët na i kemi mëse të nevojshme për ekzistencën tonë, Allahu thot, na ju dhamizën dhe na ju lejum atyve pasi që rashi që gjitha këto të lëzojnë të dalin. Fa anbatna fiha habba. Thot dhe na lejum që me dalë bereqeti. Shifeni o vlezër, pa lejnë Allahu të azvëgjel nuk bia asgjë. Dhe Allahu të regon dhe na bën me dije se procesi filloj me ujin që zbriti prej qelit. Me bereqetin që zbriti prej qelit me ujin, e që na çdo herë që na bie shi me thonë elhamdulillah dhe shiut me pa si bereqet, si një kohë të mirë të hajrit, e të begatshëm, e të lullëzimit të bereqeteve që vijnë pas shiut. Jo ja dhe mbilla me sha shiun, se shiu është krijesa e Allahut që nuk guxojmë na me sha, që nuk guxojmë na të sillemi e të trajtojmë me fjalë jo të hishme. Ajo që është obligimi ynë imanor, që na të edhim se ky shi vjen me kaderin Allah dhe caktimin e tij, e ndaj Allahu të tregojmë falëndërues e të lutim që këtë shi Allahu të e bën bereqet, hajër dhe mirësi dhe mirëqenie për neve dhe vendin ton. Amin e ja rabbel alamin. Wa inaban wa qadba, thot Allahu azza wa jall, na pasi që rashi juve ju çum dhe a mundësu me konsumu rush dhe perime. Ky bereqet që përmendet rushi konkretisht në Kur'an, tregon se sa i dobishëm e sa i mirë dhe i këndshëm që është për njeriun e perimet që janë balansi i bereqetit dhe të mirave që Allahu na i ka dërguar në mesin ton. Që shumë vende si kanë e neve na vinë ashtu vetvetiut e që harojmë me thonë elhamdulillah. Elhamdulillah o Zot, e na falë që na ndonjëherë harojmë me thonë elhamdulillah. Pastaj thot Allahu azza wa jall, wa zaytuna wa nakhla, me shi dhe bereqetin e shiut, na juve a mundësum me pas ullin e hurma, me pas ullin dhe hurma, që janë dy bereqetet të begatshme e të mira, e që elhamdulillah edhe na i kemi edhe në vendet tona, kur do që dëshirojmë që t'i kemi në tavolinat tona. Wa hadaika gulba, me shi ju dham juve bereqet që me pas ju bavqe, kopshte të mdhaja, të dendura me bereqet dhe me pemë. A dini se në do vende, në çdo 3 ditë një cistern me ujë argjot për me mbajt një dru, një fidan. Subhanallah, na nuk kemi nevojë një gotë ujë me jo adhon. Pemëve tona që Allahu na e ka dhënë. Dhe harojmë me thonë elhamdulillah. Dhe harojmë Allahun me falëndëru për këto bereqetet mira që na vinë, pasi që Allahu na ka begatu dhe na ka nderuar në vendin ton me shi. Wa fakihata wa abba, Allahu thot, dhe na juve ju kemi dhënë perime të ndryshme dhe kullosa të shumta. Dhe kullosa të shumta. Ka të cilën e keni kullosa. Se shiu e ngjall kullosën.
meta'an lakum wa li an'amikum. Këto janë bereqet, këto janë mirësi për juve dhe për bagtitë e juaja. Allahu Azza wa Jall thot, me këto të mira e mirëmbajnë ju vetveten tuaj, por i mirëmbajnë edhe bagtitë që janë pjesë përbërëse të nevojave tuaja. O vëllezër dashur, në këtë sure, në surën Abes, Allahu Azza wa Jall me këto ajete kuranore do me na vetëdisu. Edhe pse ka shumë të tjera mund dalë çfarë mrekullira ka në emërtimet e ujit dhe shiut dhe krahasimi i njeriut me shiun, vallahi është shkollë dhe është mësim në vete që besimtari ja vlen të ndalet të analizon vetëm që sa më shumë të falendron Allahun Azza wa Jall. Andaj porosia jonë me dy llafe e fundit të jetë nga kjo xhumo, kur të bie shi, kur ta shoj se otora shi, thuj elhamdulillah. O Zot, thuj bëje bereqet këtë shi për neve. O Zot, me këtë shi, ashtu siç i lan rrugët tona, mohallet tona, laj dhe pastroj dhe gjunahet tona. E jo Zot na ruaj e të bëhemi të tillë që të sillemi me edukat jo të mirë dhe me sjellje jo të hishme ndaj këtij bereqetit dhe nimetit që Allahu me te na ka begatuar dhe na ka dhënë shumë të mira dhe këtë shi e kalon simbol të hajrit e të bereqetit dhe mirëqenjes së njeriut dhe vendit dhe vendeve ku jetojnë njerëzit. O Zot, çdo shi që e dërgon për neve bëhet të bereqetshëm dhe të hajrit për neve. O Zot, na ruaj nga gazepi i shiut, na ruaj nga vërshimet e shiut, na ruaj edhe nga tronditit e shiut, na e bën të mundshme që çdo pikë uji që na bjen në tokën tonë dhe në vendin tonë të jetë hajr dhe bereqet dhe mirëqenje për neve dhe për vendin tonë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan kamilina kama amar واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة